Borxhi publik në 3 mujorin e tretë të këtij viti në korrik, gusht dhe shtator u rrit për 16 milion euro, ose për 0,1% më shumë krahasuar në 3 mujorin e dytë. Ai përbën 57,6% të prodhimit të brendshëm bruto, ose në vlerë absolute 9 miliard e 730 milion euro. Por sfida e vërtet për qeverinë do të jetë si do të shlyhet borxhi publik në 5 vitet e ardhshme, kur do të duhet të kthehen rreth 6 miliard e 680 milion euro. Sfida e parë fillon që nga viti i ardhshëm 2026, ku do të duhet të shlyhen rreth 2 miliard euro. Për këtë arsye, një delegacion i Ministrisë së Financave udhëhequr nga Gordana Dimitrievska-Koçoska në Londër shqyrton opsionet më të favorshme për financimin e detyrimeve të Maqedonisë. Sa i përket dallimit në shumën për vitin 2026, ku në strategjinë për menaxhimin e borxhit publik shkruan se duhet të kthehet 1 miliard e 334 milion euro, ndërsa kryeministri Hristijan Mickovski njoftoi se kjo shumë është rreth 2 miliard, nga Ministria e Financave sqaruan. Në buxhete, në strategjitë fiskale dhe në strategjitë për menaxhimin e borxhit publik nuk përmenden detyrimet e marra përmes lëshimit të letrave me vlerë të shtetit me afat maturimi deri në 1 vit. Kjo është një praktike vendosur që nga momenti kur filluan të lëshohen këto instrumente financiare dhe ne si qeverinë e të ardhmen duam të ndryshojmë këtë dhe të komunikojmë edhe këto detyrime, të cilat më shpesh automatikisht rishikohen nga bankat vendase. Prandaj, shifra reale për shlyerjen në vitin 2026 është rreth 2 miliard euro. Nga ana tjetër, profesori universitar Sanisha Naumovski, i cili është gjithashtu pjesë e Këshillit të Bankës Popullore, thotë se çështja e borxhit publik duhet të shihet edhe nga një këndvështrim më i gjerë. Domethënë, duhet të shihet borxhi bruto i jashtëm, ku përfshihen përveç detyrimeve të shtetit edhe detyrimet e sektorit privat, dhe kjo të krahasohet me totalin e kërkesave të jashtme. Dallimi i marrë është borxhi neto i jashtëm, i cili sipas Naumovskit, edhe pse do të rritet vitin e ardhshëm, megjithatë do të jetë i menaxhueshëm. Генерално, во било кое сценарио да го направам моето анализирање, ние ќе се движиме од 4,6 до 5,5 милиарди евра нето надворешен долг, што исто така може да предизвика одредени дискусии од различни гледишта во јавноста, но може и да се констатира дека има одредена одржливост. Naumovski thotë se për të menaxhuar borxhin neto të jashtëm, përveç që janë të rëndësishme rritja e brutoprodhimit vendor, konsolidimi fiskal dhe investimet e huaja direkte, ndoshta më i rëndësishtëm është eksporti. Само така ќе креираме поголем внес на милиарди евра, како што реков и во претходните реченици, од околу 7 до 8 милиарди евра бруто надворешни поборувања, кои се против тежа на вкупните бруто надворешни задолжувања. Ndryshe, borxhi publik ishte më i ulët në vitin 2008, nga i cili gradualisht pritej për herë të parë të shpërthente në vitin 2020 me krizën e Covidit dhe në vitet pasuese rritej seriozisht, për të patur një shpërthim të dytë në vitin 2024. Për këtë, rritje të madhe të borxhit publik janë përgjegjës deficitet të larta buxhetore, të cilat ishin shumë mbi 3% të prodhimit të brendshëm bruto dhe më së shpeshti financoheshin përmes lëshimit të euroobligacioneve. 2 prej tyre ishin nga 700 milion dhe 2 nga gjysmë miliard euro. Kampion për nga kamata, gati 10% ishte obligacioni në vitin 2009, ndërsa më i ulët ishte ai në vitin 2021 me më pak se 1,6%.